të pandërgjeshme, pra subkonsciente, unë bëja imitime të shumë emisioneve, radio dhe televizion. Sepse një radio një televizion ishte, s'kishe nga do. I dëgjoja dhe kryesisht i kisha provuar ato pa menduar se duhet të më duheshin dikur. Për shembull, kur futesha në Minierë, në tunelin kryesor të Minierës quhet Tararbank, ishte me beton, me dyert e mbyllura ku oshilon zëri, të vjen zëri mbrapa dhe mua më pëlqente kjo gjë dhe e hidhja atë çfarë dija të imitoja. Si për shembull, them imitoja Mentor Xhemalin. Mora rrugën për Janinë, isha dhe kjo më kthente zërin mbrapa dhe unë përmirësoja, pra e rrisja kualitetin e asaj që dëgjoja. Po ashtu Petrit Lunën apo Toni Tërshanën, Bashim Ali Balin, Zia Saraçin, shumë këngëtar. Plus pastaj ishin lajmet e orës 5 të mëngjesit, i ndjeri Petrit Leka i kohës, më falni, i jepte motin. Në çdo ditë dihemi fare që kur fliste kohën ai do të kishte një çadër me vete se si dije si do të, por zëri i tij gjithmonë më trihte. Mi mbrëma, po japim parashikimin e motit për sot dhe po japim parashikimin e motit për nesër. Sot moti mbi vendin ton ka qenë kryesisht i qetë, me një erë në shpejtësinë 3.5 deri në 6 metra. Nesër do të ketë shi. Shiu kryesisht do të jetë në zona të malore, më pak në ato fushore. Sasia në milimetra e shiut ka qenë. Bajram Curli, 96 milimetra shi. Lezhë 74, Tirana 42, Durrësi 36, Gjirokastra 25, Tepelena e kishte pushim.